sot ditë e diel, si janë zakonisht fundjavat për ty? Ndoshta në Kosovë është fundjavë besoj e zakonshme, edhe mjaft e qetë, edhe në Zvicër është e njëjta. E presëm me padurin fundjavën me u bashku familja dhe me u arë këtu në shpe. Jeta mes Kosovës dhe Zvicrës, tash e sa vite je në Zvicër, mundesh ma tregu pak për jetën atje, pasi që zakonisht nuk është po besoj edhe e njëjtë, ashtu siç mundemi me i pa ne ndonjëherë, është ndoshta një jetë më dinamike, më është një jetë e mire në Zvicër, mujmë me thonë se na jetojmë që sa vite atje, edhe jetojmë me familje. Është jetë që ka dinamikat e veta, ka çdo ditë ki punë, terminet, fëmija, e gjithë kjo nuk është edhe jetë e letë edhe në Zvicër. Cilat mbesin ato angazhimet e përditshme, që i keni gjithmonë kështu? Po, zakonisht është një ditë fall program, është zgjohen edhe fëmija me shku në shkollë, mandeti ki punë të tua, terminet, si çdo herë në Zvicër. Gjithmonë me termine është. Gjithçka me termine? Gjithçka me termine, kështu që asgjë nuk ish spontane, që me thonë, sot kam një ditë lirë, jo, s'ndodh në Zvicër kjo. Cila është familja juaj? Cekët edhe fëmijës zgjohen një herët për ta për shkollë, cila është familja me të cilën jeton? Unë jetoj me familjen e burrit, jetoj në Zvicër së bashku. Fëmijët, faleminderit Zotit, i kam 4 fëmijë, shnosh si drita. Qofshin me e gjatë. Faleminderit. Jetojmë mirë, edhe ata vazhdojnë shkollën në mëngjes, pastaj vazhdojnë rutinën time që kam çdo ditë. Po, sa keni kohë me ardhë në Kosovë me i vizitu edhe familjarët, çka të mungon më shumë ti kur nuk je këtu? Tash është mundësia me udhëtu kohë shpesh. Faleminderit Zotit që është mirë, udhëtojmë kur të kemi dëshirë. Edhe fëmijët kanë shumë dëshirë me ardhë në Kosovë. Kjo është ma e mira dhe shka nga gëzon fakti që kanë qef me ardhë në Kosovë shumë. Knaqen, ju duket mirë, ju duket, edhe pse kanë lindë në Zvicër, ju duket si kur më konë në vendin e vetë. Në fakt, janë në vendin e vetë, po si kur me lindë në Kosovë. E ka një dashni tjetër, a? E ka një farë dashnie shumë të madhe për Kosovën. Edhe jam shumë e lumtur për këtë fakt. Pastaj, pëndojnë pak tek pjesa e muzikës. Kusht është tyju të hysh në këtë botë, themi jo, edhe aq të lehtë që do në punë, do në angazhim pa tjetër, pastaj familja në anën tjetër. Si ka fillu gjithçka për juve? Unë kom fillu mbas luftës, ka qenë një kongë që e kom këndu për herë të parë në atë kohë, e ka shkruar Remzia, tezja jeme, në atë kongë, edhe pe aty nuk jam ndalë. Po zakonisht kom pas edhe kur jeton jashtë Kosovës, e ki pak problem, shko ki udhëtime, familja, pak, që më thonë, distancosh, nga pak për muzikës, po muzika nuk është edhe e letë, nuk është punë që thu bëhet kallaj, do në punë, do në përkushtim, po kam këtu që më ndihmon Remzia, më ndihmon si për mirë, si për kritikat, ja marrë pa morë parasysh keqka ke ajo, se jemi edhe teze e mbes. Ajo është shkam ka shty mua, dush me këndu se ki mundësi me këndu edhe për këtë gjë e falenderoj ato. I ke besu në këtë pjesë me njerë, apo ke nguru fillimisht që të hysh në këtë pjesë? Në fillim kam qenë 10 vjeç edhe këmë thonë, nashti është adin zorë për mua me depërtu si këngëtare, po ja ka vlet mendimi saj. Tregove që gjithmonë ka qenë zonja Remzie që ju ka përkra, ju ka këshillu, ju ka kritiku, po zotrin e gjatë në anën tjetër, sa ka qenë bashkëpunues në këtë pjesë? Ai është mirë që e kam edhe në Zvicër ato, e kam ma ofër, edhe ajo është një shtyt shumë i madh i jemi, edhe kur kam gjdo sen shka e kam edhe me ato e bisedoj zakonisht në Zvicër, se ato e ma ofër. Jo vetëm për aspektin muzikor, po në gjitha aspektet, Në gjitha aspektet. Pra mund të themi që keni një raport të mrekullueshëm me ta? Po, pa dyshim që po, janë njerëz familjarë dhe njerëz që qka do që të kam, i kam kratë djathë të dytë, si Remzien ashtu edhe në gjotin. Keni edhe një projekt përbashkët bashkë me Remzien, Kthehu Motër. Po, kemi një projekt
edhe ka qenë projekt shumë i suksesshëm, edhe ka qenë këngë shumë e ndëgjume. Ka qenë ideja e Remzies me ba, me që unë jam në diaspor, ajo është në Kosovë, edhe malli i motrës është asisaj, edhe ka qenë si ide e sajna, edhe ka hecë mirë kjo këngë, edhe u pritë shumë mirë. Po, në përgjithësi, kur vjen në Kosovë, ke edhe të mallin e njëti, dëgjon ndonjëherë edhe në Zvicër këngë të tilla, se i përket atë dheut. Je një person që i dëgjon këngë të tilla? Po, i dëgjoj. Shka do që ofrohet e mirë e ndëgjoj me shumë qef. Ke, kujt ke. Flasim pak për fshatin mushtisht. Shumë kemi dëgju që kanë dalë zëra shumë të bukur artist, shumë të mirë njohur nga ai fshat. Si ju bën të ndjeni ky fakt? Unë në fakt nuk jam nga Mushtishti, unë jam mbese Mushtishtit, edhe unë jam komunës Arikës, një fshatit Sallagrazht, edhe në Mushtisht, sa herë ki shku, aty ka pas vetëm këndim. Se këndoj, momi jem ka këndu në atë kohë, po rrethonat janë kohë në atë kohë pak ma ndryshe se sot, edhe s'ka mujt me dëpërtu, edhe është një ndjenjë shumë e mire që krejt këndojnë, edhe është shumë qef, edhe me shku të dojtë. E ke janë atë emocionin e njëtë, kur shkon atje, dhe ndërsta e shre dhe atë pjesën e fëmiris. Po, pa tjetër që Ke ku me shku me vizitu? Po, se kam ende gjyshin edhe gjyshin gjallë, edhe kam qenë mesa e parë të dojtë. Gëzimi i parë. Edhe ko gjeha vo kam qenë unë në si fëmi, edhe dashnja për mu u konë pak ma e veçanë, se jam konë fëmija i parë në atë shpi, edhe është një ndjenjë shumë e mire ku të shkaj aty më do këtë si më konë shpi temën aty. Folim pak më herët edhe për këtë pjesën e jetesës në Zvicër, jeta dinamike, përditshmëria juaj që çdo gjë është me termen, pastaj kur je në Kosovë përveç vizitës me familjarë të tjerë, çka është diçka që preferon me bo kur je këtu? Në Kosovë gjithçka është e mirë këtu. Gjithçka është e mirë. Çka do që merë një hap, ose me bën diçka, ose një angazhim, ose një vizit, çdo gjë është e mirë në Kosovë. Më do këtë shumë vend që pushon shpirti. Pushon shpirti. Gjatë këtij muaji ju e keni lansuar edhe një balad, Jo mo nuk vuj. Si u prit? Balada u prit shumë mirë. Këngën e kam punu të Jeton Ramani në Shkup, edhe është një këngë shumë e mire, po është duke hecur mirë. Jam e kënaqur me këtë projekt. Sa është vështirë me qenë gjatë gjithë kohës aktive në muzikë? Keni pas dhe ju rast që të pauzonit? Po, kom pas rast me u pauzu, shkoki i fëmive. Vetëm ardhja e fëmive në jetë, do më thonë djali i fundit, është ai i fundit që më ka ndalu se ka qajtë shumë, edhe ka qenë edhe për mu vështirë, këgje vështirë, po mirë, apet e kemi më rrinjat. Po besoj që kur je në Kosovë, zakonisht kalon kohë edhe në studio, bën gati diçka prej projekteve kështu. Po, zakonisht vim për qef, edhe e shfrytëzoj kohën për studio, për videoklipe, për gjona tjera. Je detajiste si tip, sa i kushton vëmendje, themi tekstit, videoklipit, muzikës, kështu gjithçka, dëshiron që gjithçka me qenë. Po, si krejt këngëtar që shkanë qef me qatë projekt që ta punon me ju përkushtu detajisht, se është edhe detajet e bojnë atë vetën, edhe do të patjetër për më ju kushtu një këngët mirë, ose një projekt mirë, do është edhe me detaje me punue. Sa është vështirë, ndoshta edhe me kriju diçka përmes studios, projekte muzikore, dhe me qenë ndoshta edhe aktive me mbrëmje muzikore, me dasma, ose me ahengje tjera? Është vështirë se sot gjithçka po lypet, edhe po donë shumë punë, edhe angazhim shumë të madh. Po kur e ki edhe familjen tjetër anë, është pak edhe dy fish ma e vështirë. Po besoj që ja dalë me punë. Je aktive në dasma në mbrëmje muzikore? Kosovë? Në Kosovë jam në sezonën e verës, jam me dasma, edhe në Zvicër ka ahengje familjare që më bëhen, edhe atje dasmat, ditëlindjet, çdo gjë. Ama është edhe atje mirë. Dasmat e Kosovës e Zvicrës thoya se është një atmosferë. Nuk është që dallon shumë diçka. Nuk dallon shumë, vetëm që atje ka ma pak musafir, këtu ka ma shumë musafir. Edhe ndoshta atje ndjej një mall
më ndryshe për vendin? Ti kërkojnë edhe këto këngët lirike, këngët për atë dhe më shumë ndoshta në Zvicër? Po, patjetër që Mund t'jetë një dallim edhe kjo? Ati është malli më i madh se këto. Ati është malli më i madh. Gjatë sezonës së verës, rregove që je edhe në Kosovë aktive me dasma, mund të themi se cilat vende bëjnë më shumë atmosferë, pasi që e cek edhe atmosferën, numrin e njerëzve që dallon nga Kosova në Zvicër, por atmosfera është e njëjtë. Atmosfera është e njëjtë, po tash s'po mundë me cek bashkë edhe, po zakonisht ma me dëshirë jam ofër Suarekës se e dëgjojnë muzikën ma shumë edhe e vlerësojnë ma shumë muzikën, ndoshta edhe i madhe edhe i vogël e din se shka don me knu edhe e din se shka do me interpretu ti. E kuptojnë shumë muzikën ona e Suarekës ma shumë. Pra mund të themi që kjo vlen për gjitha gjeneratat, edhe prej fëmijëve fillon deri tek Besam që po, e kuptojnë muzikën ma shumë. Edhe me dëshirë jam rrëthin e Suarekës me dasma. Po, sa është përgjithësi kjo pjesa e dasmës, të marrë parasysh që muzika është një ndër elementet kryesore të çdo ahengu që organizohet? Nuk është edhe e lehtë se dasma është përgjithësi. Edhe po të fton një familjar për me, do të thonë, një vjet e gjysmë para, edhe pret që ti me dhon maksimumin e dasmës. Nuk është e lehtë, po kur e ban me qef, edhe shkon me dëshirë, atëherë është e lehtë. Se çdo sen bëhet me dëshirë, edhe kur ki talent. Sa është më rëndësi edhe pjesa e ekipës, ndoshta instrumentistët që keme vete, orkestra, sa ndoshta të përmbush edhe kjo pjesë, sa jeni aty për njëri tjetrin, kur dikush nuk është thjesht në elementin më të mirë atë ditë. Po, patjetër që luan rol edhe muzikantat që i kemi. Po, zakonisht deri sot, faleminderit Zotit, s'kena pas probleme, edhe ka shku shumë mirë. Shpesh e dim që diskutohen edhe pjesa e çmimeve në dasma sa i përket muzikës në përgjithësi apo këngëtarëve, artistëve që marrin pjesë aty, mendon që janë të arsyeshme çmimet që merren nga artistët? Po besoj që janë të arsyeshme, se zakonisht në dasma kur shkon ti nuk shkon vetëm me atë çmim. Ajo pjesë e pagesës ndahet në disa pjesë, edhe nuk është që vetëm ti e merr atë shumë të parëv. Edhe kur ndahet në krejt orkestra, muzikantit, kolegut, atëherë tani mendoj që është e arsyeshme paga shka bëhet për muzikantin. Zakonisht me këtë pjesën e organizimit të datave merresh vetë apo ke dikë që ndihmon në atë aspekt? E kam burrin ai që mirret me data dhe falenderoj shumë se më përkra, më mbështet shumë. Edhe ai mirret me këtë pjesë, unë nuk muna, mu morë me këtë pjesë të datave të organizimit. Pra pjesën organizative materiale e bën bashkëshorti. Po, bashkëshorti. Ka pas deri tash diçka ndonjë moment sikletshëm apo ndonjë problem, ndonjë incident vogël që ka mujt me ndodhë gjatë dasmave ose me përzi ndonjë datë ose çfarë të qoftë, ndonjë emër. Deri sot jo, nuk ka ndodhur se ajo është kogje strikt në këtë punë, edhe këto punë duhet më marrë shumë me seriozitet edhe nuk duhet me u lanë vetëm si në asgjë, hajtë po e bëj këtë, duhet më bëj me përkushtim të madh. Po gjatë sezonës së verës, sa është vështirë me mbaj gjithmonë energjinë në nivel të marrë parasysh pastaj tek gjinia femërore është edhe kjo pjesa e paraqitjes fizike, dukjes, veshjes, krejt këto. Sa është vështirë edhe kjo pjesë? Nështë edhe performancën e dëgjojnë, e këshyrin, po edhe e kanë atë pjesën. Qysho duk, aden është zarë, po donë pushim, sezona, donë përkushtim, dush kogje mirë mu pregadit në sezon, se nuk është edhe e litë. Qyshe menojnë gjinja njerës, valla hajtë se po kënon, nuk është edhe e litë, do të shumë përkushtim. Të marë parasysh që je edhe nën e 4 fëmijëve që ceki, sa është vështirë pas e kjo pjesa e sezonës për ty? Çfarë mosha kanë sot? Djali i kam bush 12 vjet, vajza 7 vjet, edhe vajza tjetër 3 vjet, edhe djali 2 vjeç. Po unë fatmirësisht nuk jam vet, e kam familjen e burrit që më shtetin shumë edhe i falenderoj jashtë mase, që janë gjithmonë mrapa mi edhe afër fëmijëve të mi. Ata kujdesen, domethënë, çka do që kam unë, projekte muzikore, edhe kështu në përditshmëri, ata janë te une. Më ndihmojnë shumë të fëmija. Po, e ke vrejt, kanë talent? Ndonjëri prej fëmijëve munden që me ju fut kësaj bote apo jo?
është botë shumë e zashme dhe janë pak të vegjël edhe nashti hala nuk e kom vrej që njani ka pak. Vajza e dytë ka marak me kënu, këngë të anglize, adin është pak ma e fokusune ka muzika, po hala nuk muj me thonë që valla e kanë talent, se janë të vegjël hala. Po të e pas aty në familje, po pësoj që kanë me pas mbështetëse, po jo imponuse, apo jo? Jo imponuse, po, vetëm mbështetëse. Tani për planet e radhës? Kam disa projekte që janë tu realizu, kam disa plane në të ardhmen, vetëm pjallon kohës, avash. Përveç krejt atyre që i përmendëm edhe pjesën e suarekës në përgjithësi, atmosferës, fshatrat për rreth, të përmendim pak edhe bilbilat e Kosovës, kështu të fshatrave të asaj ane, duke filluar prej Shkurtë e Fejzës deri tek motrat Mustafa. Ke kontakte me artistët? Nga njëherë kur jam në Kosovë, me Remzien dalëm me Shyretën, adin ka pak kam kontakte, jo shumë se ata janë të angazhun pjesën e vetë, unë jam angazhun në pjesën teme, kështu që nuk kemi shumë kontakte, po sa herë të shihemi me qef, pim kafe, bisedojmë, rreth planët, është mirë. Po në përgjithësi, sa je e hapur për bashkëpunime, edhe me artista tjerë? Pa hezitim, gjithmonë jam e hapun, po vetëm nuk i ka ardhur nashti momenti adin për bashkëpunime, po besoj që në të ardhmen do të kem bashkëpunime. Për me përmbyll këtë bisedë në mënyrën më të mirë, të marrë parasysh që ke një vokal të mrekullueshëm, mund me dëgju diçka ndonjë refren të cilës do këngë prej juve? Ndonjë këngë ndoshta që ta kërkojnë kudo që je, që mundet me ditë gjithë shikuesit tanë. Cilën do qoftë? Jo, ma nuk vuj, jo, ma nuk shuj, me zemrën tem, ti boll ke lujt. Jo, ma nuk muj, ma me duru, tradhtia si zjari m'ka shkru mu. Faleminderit shumë, te kjo pjesa e teksteve a merr shumë komente? Se i përket teksteve, sidomos te balada, ndoshta si shoqëri jemi që na pëlqejnë pak më shumë këto tekstet me vujt më shumë. Me vujt më shumë, zakonisht pyesin a kanë të bëjë me jetën private. Këto absolut s'kanë të bëjë, tekstet e këngëve, shka i punojnë i bëjnë tekst shkruesit edhe nuk na pyesin për jetën private, kështu që s'kanë të bëjë kurrë. Vetëm është thjesht këngë që kërkohet pe publikut. E dashurisht është shumë kënaqësi të kemi sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën dhe për gjithçka që ndave me shikuesit tanë. Shumë faleminderit edhe ju për ftesën që ma keni bërë. Faleminderit shumë. Kënaqësi.